Je këtu. Ozan, të lutëm dole mos shko. Mos ik. Eja këtu. Eja ore këtu. Eja këtu. Të që ka qarë vetulla? Mos u shqetëso për mua. Ti si e? A je lënduar shumë? Jo, jam mirë. Është vetëm një gërvishtje. Kisha shumë frikë. Isha e të meruar se mos të ndodhte diçka. Mbaroj, Tasha. Mbaroj. Jam mirë. Eja ore këtu. Eja këtu mos ik. Eja këtu o bastardi ndyrë. Do të pagua shtrej që unë gatrove me vajzën time. Eja këtu. Ore, Gjengis. Angurit e përsëri në kam, ha? Askush nuk e ka fatin që kam unë. A je mirë? Aslı, bije ime. Shqyqër zotit. Mirje. Të qenë ka vrarë vetulla. Mos e lënduar diku tjetër. Jo, në shpirt. Mos u shqetëso, jam mirë. Si e? Jam mirë, Xhaxha Tarik. Mirë jam. Vetëm se më ikun nga duart ky njeriu. Zotëri oficer. Vrapova pas ti, po nuk mund të ta kap. Ai vrapoi këtej. Bia ime. Hajde zemër, duhet të shkojmë në spital. S'ka asgjë për të shqetësuar, s'është plaga që thellë. Një fash mjafton. Zonja e di, policia ka për të folur edhe me ty. A kanë marrë deklaratën Xhengizit? Po, ja morë. Edhe unë u dhash time. Duan dhe mendimin tonë. Në rregull, birë. Do ta mjekosh edhe ti plagën tënde, apo jo? A ka nevojë me patjetër? Është vetëm një gërvishtje. Ozan, të lutem. Shiko, vërtet do të më vi shumë keq. Tregoje edhe plagën tënde, të paktën ti vën fash. A jeni edhe ju i lënduar? Jo, s'është asgjë serioze. Por gjatë korridorit keni edhe një dhomë tjetër pacientësh. Prisni atje, do vi mjeku t'ju kontrolloj. Faleminderit. Miropafshim. Shihemi. Mirë se erdhe, zemër. Mirë se të gjeta unë. Hajde, eja pa këtu. Eja. Hajde ullu të flasim pak.
Shpirt. Razia tha diçka për Jazllën sot. Thot që shtiret si kur është i varfër, për nga ana tjetër shëtit me makina luksoze. Ashtu qenka. E pasha dhe unë sot. O zot, edhe nga fytyra duke si një engjëll ai, kur nuk do e merrja për gënjeshtar. Edhe unë nuk jam tip që mashtrohem let, por prap se prap më mashtroj nën. Më mashtroj aq bukur sa që i besova, si idiote. O zot, pse do ta fshihte dikush pasurinë e tij? Shpirt, çfarë problemi ka se pyeti përse të gënjeu? Pse ta pyes dikë që si zjehet besë nën? Nuk e pyeta për asgjë. As nuk më intereson gjithsesi. Mjafton të ri larg meje. Është i gjithë faji im, aga. Asgjë nuk do ndodhe po të mos isha sëmurur unë. Të kërkoj shumë falje. Çfarë faje ke ti, vëlla? Aga, nusja të pa ty me makinën. Dhe gjitha kjo ndodhi për shkak sushit mushit. Më mirë të më kishte ngelur në fyt. S'ka rëndësi si e mori vesh. Ajo e kuptoj, ajo është me rëndësi. E Lili nuk do më falë. E humba për gjithmonë. Ke sa kohë që han vetëm buke djathtë që të mos e marrë vesh vajza. Ke mjaft para për të ndërtuar pallat, por jeton në mjerim. Çfarë do bie ka kjo? A i avleti sa do pak? Nuk është problemi ky. E gënjeva e Lylin. Bëra të do të që munda të shtirem si i varfër. Jam vërtet një frikacak. Thjesht s'munda t'i tregoja të vërtetën. Tani po vuaj pasojat e saj. Më dhem shumë, vëlla. Por a e din ti çfarë? Nuk më intereson. Po mendoj për e Lylin. E lëndova ja. Kjo është ajo që më dhem më së shumti. Je i dashuruar, aga. I dashuruar. Nëse mendon se dikë e do më shumë se veten, je i dashuruar. Nuk është plagë e thellë, por ka nevojë për vaksinë kundër tetanozit. Prit këto, do të dërgoj dikë. Shërim të shpejtë. Faleminderit. Shpresoj që ata që u a bën këtë fëmijëve tanë të kapen sa më shpejt. Shpresoj që të kapen së shpejti dhe të ndërshkohen. Tarëk, faleminderit. Nuk e di çfarë do të kishim bërë pa ty. S'ka nevojë të më falenderohesh, Hedie. Thjesht e mbajta premtimin tim. Çfarë premtimi? Hedie. Atë ditë në spital ti më the, po ti ndodh ndonjë gjë Aslës do mali e amanet. Atë ditë I bëra një premtim vetes time. Do të isha aty për Aslën sa herë që do të kishte nevojë për diçka. Edhe do të nxitoja për ta ndihmuar sa herë që do të ishte në telashe, më beso. S'mendoja se do ta merrje kaq seriozisht. E di që nuk isha mirë. Isha vetëm, kisha frikë. Prandaj ta thash atë. Por mund të kujdesem vetëm për vajzën time. Sigurisht pra. Mos më keq kupto, Hedie. Unë si jam duke e bërë këtë për shkak të së kaluarës. Po përpiqem ta mbroj dhe të kujdesem për Aslën, por jo për shkak të asaj që kaluam bashkë. Hedie. Unë e dua Aslën si vajzën time. Për mua Asla nuk është ndryshe. As pak nuk është ndryshe nga Berçini.
prandaj të lutem. Më lejo të paktën ta përkrah. Më lejo të bëj gjithçka që mundem. Ta mbroj dhe të kujdesem për ta. Faleminderit. Çfarë po bën këtu zotëri? Nëse është e nevojshme do të kujdesim vetë për vajzën tonë. Mos u brengosti. Pikrisht këtë po thosha edhe unë. Faleminderit zoti Tarek. Faleminderit që mendoni për ne. Zoti ju bekoft. Te 126 a jepi një dozë kundër tetanosit. Sigurisht, zotri. Me kënaqësi. Kjo do të ta tregoj qefin. Shërim të shpejt. Faleminderit shumë. A mund të dalim tani? Sigurisht mund të dilni, vetëm ndoroje fashën shumë shpesh. Në rregull, faleminderit. Vaksina e tetanozit? A ka rëndësi se në cilin krah është? Çfarë të thënë? S'ka asgjë për të shqetësuar. Po më dha vaksinë kundër tetanozit për çdo rast. Më lehtësove shumë. Shëshqyr Zotit. Qoftë e kaluar. Po edhe ti. A dalim? Hajde. A dha gjak për analiza? Jo, nuk dhash. Në rregull, shko në laboratorin e Katin Përdhes. Merr dokumentat me vete, duhet t'i japësh gjak për analiza. Mos u largo pa e dhënë. Shërim të shpejt. Faleminderit. Ja këtu zemër. Zhulidja na ka ftuar të gjithëve për darkë. Faleminderit, por ne... Zonja Hedie. Zonja Zhulidja dha urdhër. Unë jam vetëm ndërmjetësi. Hajde të shkojmë. Eja, pasi mbaruam këto.
Vetëm pak, eja këtu. Përse më godite? Tani që po përpiqesh të bësh? S'pa përpiqem të bëj asgjë. Deshet të mbroja. Ike dhe më le në mes të rrugës për të më mbrojtur? Birë, këta tipa janë të fortë. Si janë si ata djemët të cilët zihesh në përlagje. Ishte gjëna, për rinin tënde, nëse do të ndodhte diçka, le të më ndodhte mua. Broçkulla. Unë nuk i ha këtë fore. Atëherë nga e di se ku ishin. Shiko, këto i keme miq të vjetër këta, Zotri Ozan, i njohim mjaft mirë. Pyetëm rrotull dhe gjetëm vajzën time. Një baba duron çdo gjë për fëmijën e tij. Nëse ndonjëherë bëhesh baba, atëherë More nuk të zë bes as edhe një fjalë. Është e qartë se ti po bën djallëzira. çfarë lloj djallëzira është apo jore? Do të largohesh që këtej. Dhe do t'i kërkosh falje Aslës, do t'ja shlyesh të gjitha, dhe pastaj ke për të zhdukur nga jeta e tyre. S'dua që të shoh më pranë Aslës Xhengis. Është e qartë. Mirë. Rregull. Më thuaj Xhaxha Tarik. Jo, vetëm kishim pak nevojë për tualetë. Tani vi me njerë. Të lumt, Tarik, të lumt. Po na i sjell në maj të hundës me ato varfnjaket. Ula dhe duke ullur në të njëjtën tavolin me ato, ah? Nën, Çka ke? ashtu, diçka po më shqetëson mua. Thej se kishe disa plane për ta zhdukur Asën nga jeta jote? Pastaj pikërisht të nesërmen? Pra, mua dhe Asën na rëmbyen ditën e ndjeshme. Çdo të thuash ti me këtë? Nuk dua të them asgjë. Por pasi ti e the atë më njëherë, ashtu ndodhi diçka. Ai dëgjon veten se ç'po thua ti. Mos fol budallallë që para të tjerëve dhe mos u fut në telashe. Çfarë marrëzi është kjo? Çfarë di unë, ha? Ha? Në rregull, qetësohu. Përderisa unë përpiqesha të përjashtoja Aslën nga shkolla, dikush e rëmbeu atë. Ç'lidhje ka kjo me mua tani? Pastaj isha duke u çmendur nga meraku se mos të kishte ndodhur ndonjë gjë ty. Unë vetëm pyeta sepse më erdhi ndërmend. Në rregull, mos bërtit. Do bërtas. Sepse musos durimi. Shkovish ndonjë gjë tani, ec. Ec. Asla, vajza ime. Unë kam ca punë për të bërë. Vazhdoni ju të shihemi më vonë. Jo, baba, nuk bën ashtu. Hajde të shkojmë bashkë. Një mik më telefonoi, ka punë transporti. Ma pyeti nëse ishe lirë dhe unë i thash që po mundem. Do nisem për rrugë tani. Dhe nuk ndihem shumë rehat këtu. Natyrisht se njerëzit nuk më shohin me sy të mirë. Sidoqoftë. Sidoqoftë. Më falni të gjithë. Baba, mos fol ashtu. Këto përvoje më dha një mësim mua. Por të premtoj, kur të takojmë përsëri do të jem një person krejtësisht tjetër. Do të jem dikush që mund t'i thua është baba pa turp. Ta premtoj këtë bi. Mos e thuaj këtë. Mos më mërzit. Unë e di. Ti je një njeri shumë i mirë. Të lutem më fal, Hedie. E di se të lëndova shumë, por të premtoj se do të shpaguaj këtë. Në rregull, Xhengis, varet nga ti. Nëse ke nevojë të shkosh, shko.
rrugë të mbarë. Hajde, kalofshim mirë dhe mirupafshim. Mirupafshim. Më dëgjë mua. Çfarë dreqin po bën ti? A nuk doja merri Aslën me vete? Na I prishet të gjitha planet. Qetësohu, zonja Sibel, qetësohu. Stresi I tepërt të sëmun njeriun. Ta rregullojmë të. Kemi një plan tjetër. Ende po na flet ti për plan. Deri tani do e kisha zgjidhur këtë unë. Asla do të ishte zhdukur shumë kohë më parë. Por ki çuni Ozani po më pengon mua. Është duke më ndjekur çdo lëvizje, s'ma lë të marr frymë. Do e zgjidh më njëherë këtë punën. Ndoshta jo më njëherë, por do e zgjidhim. Lëri gjërat të qetësohen pak tani. Le të qetësohet Ozani. Pastaj do fillojmë prapë të bëjmë lëvizje. Nëse bëjmë diçka tani, të dy do të futemi në telashe. Kuptove? Këtë herë mos bëj asnjë budallallëk pa të thënë unë. Dua të jemi informuar për çdo lëvizje. Ore sa grua caruese është kjo. O zot, o zot. Mirë se erdhët. Më në fund t'ja dollët. Mirë se ju gjetëm. Gëzohem që të shohë ta Zhulide. Asla si e shpirt? Ha? A je mirë, na friksove shumë neve. Edhe unë u friksova shumë, por tani jam mirë. Faleminderit Zotit. Zonja Zhulide, ju faleminderit shumë për ndihmën tuaj. Fali ju që kaluam këtë situatë të vështirë pa e marrë vesh vëllai. Çfarë do të thotë zonja Hedije, si mund ta thoni këtë? E vetmja gjë që ka rëndësi është që fëmijët tanë janë mirë. Mos ke ndonjë shqetësim? Jo, jam mirë. Në rregull, hyni. Hajde të ham se kam uri. Edhe unë. Mirë se erdhët. Asla? Qoftë e kaluar. Je mirë? Faleminderit Zotri Mumtaz, mirë jam. Ju lutem urdhëroni. Po shkoj të shoh Zhiliden unë. Bergjin, mos u bë çesharake, çfarë po bën ti? Bergjin, Aslı. Pata shumë frikë se mos të ndodhte ndonjë gjë ty. Isha e tmerruar. Për fat të mirë je mirë. Do kesh qenë shumë e friksuar aty kur të lash unë aty. me të drejtë. Por shiko, duaj patjetër të ikja. Ai burri erdhi në kopsht. Do të më kishte parë mua, prandaj më duhet të ikja edhe unë. Dhe mirë që e bëra, për ndryshe vërtet nuk do kishim gjetur, apo jo nën? A është ashtu nën? Po, Asla. Nëse ajo nuk do të kishte arratisur lulja ime e vogël, nuk do të kishim gjetur kur. Policia të gjeti falë saj. I dhani lagj vajzës sime të gjorë. Kur ajo mbërriti mezi qëndronte edhe në këmbë, si që pat ju të gjithë. Edhe unë sa po shërova, me njëherë unë isem të gjenim ty. Jam shumë e lumtur që je mirë. Si të qoftë, e shkuar e kaluar. Shpresoj që të dyja të shërohemi shpejt. E kaluam bashk. Ishte një incident I tmerrshëm, por për fat të mirë mbijetuam. Po, A të shkojmë në tavolin tani? Zhilidja ka përgatitur disa ushqime të shishme për ju. Hajde të mos ftohen. Hajde urdhroni në tryez. Duhet ta festojmë këtë ditë. Që kem munduar shumë. A ndodh diçka e tillë s'është as pak problem. Ju filloni me mezet, ndërsa unë do përgatis pjatën kryesore. faleminderit Zhulide, faleminderit që na bëre të ulemi në të njëjtën tavolinë me këta njerëz. Tu ka shtruar edhe tapetin e kuq? Sibel, të gjithë kaluam situatë shumë të vështirë. Të paktën përpiqu të jesh pak mirë kuptuese sot. Çfarë duhet të kuptoj unë? Vajza ime u rrëmbye për shkak të burrit të zonjës Hedije, djali yt u fut në telashe. Çfarë duhet të bëjmë? Të bëjmë sikur s'ka ndodhur gjë. Ta mbyllim çështjen, vetëm kaq duhet. Le të mbyllet. Mbylle edhe ti, Sibel.
Na lërë të festojmë që na shpëtuan fëmijët. Zhuli dhe shumë faleminderit. Gjithë shka që ka për mrekulli. Ju bëft mirë? Kemi edhe ëmbëlsira madje. Kam bërë tort me limon. Atë që e pëlqen Ozani. Kam dëgjuar që edhe Aslës i pëlqen. Bi, mirë je ti? Mirë jam në shpirt. Thjesht nuk mund ta besoj. Për një moment, mendova se nuk do të dilja kur që andej. Por tani jam këtu, me juve. Jam shumë mirënjohëse. Nëse Ozani nuk do të kishte ardhur, nuk e di se në çfarë gjendje do të isha unë tani. Nuk do të isha në këtë trejes të bukur darke me ju. Për në duart e atyre burrave. Tani kaloi gjithçka. S'kam për të lënë askënd të lëndoj përsëri. Nuk di si të falenderoj ty, birë. Zoti ju bekoft ty dhe ata që të rritën ty. Unë kisha mendim të gabuar për ty, por ti më dëshmove të kundërtën. Jam shumë e lumtur që Asla ka një shok si ti. Berçen? A je mirë shpirt? A nuk ndodhi diçka zemër apo? Jo, unë po shkoj në tualet. Urime. Sa pamje e bukur. A u kënaqet jo, ha? Asla duhet ta kishtë vuar edhe baban tënd, të ulej në vendin e nderit, apo jo? Ja, tani edhe na fillon hareja. Sibel, të lutem. Ndoshta duhet të falenderoj ty për rrëmbimin e vajzës sime. Zhylide dhe ti duhet të falenderosh, djali ju të dëshdiq. Tarek, duhet të je shumë i lumtur, je shumë i qetë tani. Gjendja mendore e vajzës së të është e shkatruar për shkak të gjithë kësaj, ndërsa ti e ulur dhe duke ngrëndar. A jeni mirë ju, ha? A jeni rehat, më thone? Tata Sibel, kjo është e pahishme. Bi, hajde le të shkojmë. Zonja Hedie, ju lutem qëndroni edhe pak. Ulluni, ju lutem, ulluni dhe ratoni. Sibel, mjaft, mos u sill keq. Hajde po ikim tani. E pse Tarek, argëtimi sa po ka filluar? Thash që po ikim. Kërkoj shumë ndjes. Berçin! Po shkojmë në shtëpi. Të lumshin duar, Gjylide. Zonja Hedie, mua me të vërtet më vjen shumë keq. Xhaxha Tariku është shumë i duruar. Nuk e di se si ja del të duroja.
Hedie, a je ti? Po, vëlla. Aslı, mos i tregoj gjë dajes, ti e di që ai nuk e di që ndodhi. Në rregull në shpirt, mos u shqetëso ti. Aslı? Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta daj shpirt. Çfarë i ke bërë ballit, Aslı? Pata një aksident të vogël. Unë po shkoj të laj duart dhe kthehem me njerë. Hedie? Më trego tani. Çfarë njeriu je ti më thuaj? Hë? S'ke as pak ndërgjegje, nuk ke as pak dëmshuri. U lodha me egoizmin tënd, më ka ardhur në majtë e hundës. Jam lodhur duke kërkuar falje në emrin tënd. Mua më dhua egoiste, ha? E pash si e përqafove atë grua. Ne jemi familja jote, ne jemi, a e më dëgjove. Në vend që ta ngushlosh atë grua të mirë, do të vish të përqafosh gruan dhe vajzën tënde. Jam i lodhur me këtë mirësin tënde të rej me tarëk. Sibel është e pamundur të flas me ty. Nuk mund të them asnjë gjë. Më parë dëgjoje. Kishe respekt për ata që të rrethonin, tani as nuk sheh për tej vetes. Nuk shoh, po, nuk shoh. Sytë mi shohin vetëm vajzën time. Botën mbi kokë do ua shëm, po i bori dikush keq asaj. Sibel, asaj po i shkakton dëmin më të madh. Asaj e duke i bërë padrejtësinë më të madhe. Jo, mjaft! Mjaft me të bërtitur, në rregull, po më dhem koka nga ju. Mjaft! Mos u mërzit lulja ime e vogël. Të tillë e ke babin tënd. Ai gjithmonë më mërzit mua. Unë jam lodhur. Më kanë ardhur në majtë të hundës debatet tuaja të neverishme. Askush nuk më kupton, a më dëgjuat? Mjaft! Mjaft më! A u kënaqe tani? A u kënaqe me situatën që e fute familjen tënde vetëm që të tjerët mos mërziteshin? Ajo se çfarë thon të tjerët, nuk më intereson fare. Ti je më rëndësi për mua. Kur mendova se të kisha humbur, nuk mund të merrja frym. Më shumë tër bota. Nëse do ta shihja ndonjëherë përsëri vajzën time të bukur, a do të mund t'i merrja edhe një herë? Kisha shumë frikë se nuk do të shija më nën. Nuk ka rëndësi, mos u shqetëso, në rregull. Zoti e bekofte edhe Ozanin. Ai ma ktheu përsëri bien time të bukur. Mos u brengosti në shpirt. Do t'i them Ozanit unë. Edhe njëherë nuk do të flasim. Nuk do të jemi më miq, nuk do të takohemi. Ozani është kokë fort. Por më dëgjon, nuk ka mungesë respekti. Nëse i them të mos flasim, nuk do të më flas. Më shiko ti pak mua. A e do shumë këtë djalë ti? Vajza ime e dashur, është hera e parë që bie në dashuri. Gjithmonë bus që është kështu, në rregull gjithmonë. Hajde, nëna. Desha të gëzonin pak Aslën dhe Hedien. Sibeli gjithçka e prishi. Sinqerisht me zor të mbajta veten. Po të mos kishte mosh, do t'ja kisha kthyer si dia unë. Po edhe nga që kam respekt për Xhaxhitarikun, për ndryshe do kishte shkuar keq. Kur dikush e fyen Aslën, ti të errën syt nga gjithçka. Po ke të drejtë. Po edhe teta Sibel është grua shumë thëmbuese. Përse nuk më tregon mua?
Pse s'flet hapur me nënën tënde? Gjithmonë jam kurioze. Si u dashurove me Aslën? Çfarë ndjeve? A ja ke treguar për shembull asaj? A i ke thënë të tu aty? Jo, nuk e di. Është hera e parë që përjetoj diçka të tillë. Prandaj s'jam shumë i sigurt çfarë po flas. Po ti si të ka ndodhur? Si të ka propozuar babi? Nuk u hapa as pak. Më propozoi direkt. Shumë veprim klasik. Nën mora hak. Ozani po i afroi vdekja. Askush do të dyshoj tek unë. Do ta bëj të përfundoj në spital. Dhe ajo Gjyridja do ta paguaj çmimin që më mori baba. Për shkak të tyre unë dam nga babai. Vuajtëm ka shumë për vite. Tani është rradha e tyre të vuajnë. Bir. Kam shumë frikë se një ditë do të të ndodhë ndonjë gjë e keqe për shkak të kësaj jetje për akmali që ke. Bir, nuk mund të jetoj unë pa ty. Mos u shqetëson nën. Pasi të vdesë Ozani, ata do të fillojnë të paguajnë për dhimbjet që na shkaktuan. Mua s'do më ndodhë që. Hajde Jaz. E Lulit mundi të tregosh gjithçka. E Lul? A mund të flasim pak? Jaz. Largo nga këtu. Ti mua më gënjeve. S'dua të merrem me njerëz që shtiren si persona që nuk janë. Mirë se vini. Si mund t'ju ndihmoj? Doja të shikoj një unas me gur. Por nuk e di se çfarë lloji pëlqen, çfarë preferon. A mund të më ndihmoni ju? Sigurisht. Eni. Çfarë lloj personi është zonja? A i pëlqejnë bizhuteritë pompoze, për shembull? Jo, nuk i pëlqen të duket shumë, është natyrale. Është një sesi uji. E kthjellët. Si një det i qetë, dhe ndonjëherë sjell paqe, dhe ndonjëherë shkakton stuhira, dhe të bën të mendosh se bota është gati të shembet.
Dhe të frikson. Është e qartë se e do shumë. Vërtet shumë. Më lejoni t'ju tregoj disa modele më të thjeshta. Pra, edhe Aslo e do në Ozanin, apo jo? O, zot. Rinia, pra, rinia. U vlon gjaku, sigurisht? Po, ashtu është. E di çfarë ndodhi? Ishe kundër kësaj thoshe të mos flisni, mos takoheshim fare? Më dukesh sikur je zbutur. Nuk është se po zbutem, por të dy e duan njëri tjetrin. Si do të mund t'i pengoja unë? Nuk mund t'i pengosh e dashur, nuk mundesh. Dhe çfarë ndodh nëse do ta bëje? Do t'u andizje flakët edhe më shumë. Mos ki merak. Ozani mund të jetë i egër dhe impulsiv, por është djalë i ndershëm, djalë shumë i mirë. Po ashtu është, por nuk e di se do t'u ecë atyre të dyve bashk. Lëri Gjan, prit pak. Le të studiojnë së bashku, le të njihen mirë me njëri tjetrin, le të kuptohen. Do ta tregoj koha, gjithçka madje. Mos thuaj ashtu, motër. Tani u duket si loj, por çfarë do të ndodhë më tutje? Kur të bëhet serioze, do të mërzitet vajza. Nuk janë të përshtatshëm për njëri tjetrin. Zonja Zhylit e po sillet mirë tani, por nëse nuk është kështu në të ardhmen, burri i saj nuk do ta ndonte gjithsesi, edhe Asli ishte shumë e mërzitur. Çdo ndodh, po i them se nuk dua t'i humbas këtë lumturi. Mos ja ndalo ti. Po jo ndërprej thashe themet, por kam shumë uriun. A kam ndonjë gjë për të ngrënë? Shiko, ka biskota atje zemër. Të qohem edhe unë. Duhet të pastroj shtëpinë e re që morëm me qira. E di e s'bën kështu. Sa mirë po kalonim bashkë këtu të dyja ne. Në shpirt, më lejo të të ndihmoj edhe unë. Sigurisht, bi do të më ndihmosh pak. Prit ta marr çantën. Në rregull është, motër, pse mërzitesh? Dy hapa larg do jemi. Pastaj u zhvendosëm në Ankara tashmë. Në rregull, ç'të bëjmë? Atëherë të bëj drekën unë dhe pastaj vi t'ju ndihmoj edhe unë. Në rregull. Mimtaz, se shpejti mund të jemi 4 persona në këtë shtëpi, edhe Aslo do t'jetë me ne. Jam shumë e lumtur për Ozanin. Shpirti thua që gjërat janë mirë, por e di. Familja e vajzës u zemrove me Sibelin, por Sibeli kishte disi të drejtë për ato që tha. Po sigurisht shkaktojnë të lashë Ozanit më vonë. Çfarë është kjo bisedë, Mimtaz? E dashur, e pe baban e vajzës? Mirë, Mimtaz. Por ti si e kaq i pa shpirt. Nuk mund t'i fajsojmë vajzën dhe gruan për shkak të atij burri, apo jo, Mimtaz? Unë nuk po them që janë fajtor, por një ditë ky burr do të hyjë në jetën e Ozanit dhe kushdo që është pranë Aslit, bëhet problem edhe për Ozanin. Besoj se më kuptove edhe ti. As është kjo e gjitha pjesë e një lidhjeje? Ti nëse nuk do të kishe pranuar të ishe figuratësore për Ozanin, asu nuk do t'isha afruar. Njerëzit duhet të pranojnë njëri tjetrin me të gjitha të metat. Apo jo? Harova ca gjëra, po shkoj t'i marr, shef. Do të kthehej një herë. O, zonjush! Vetë zoti më dërgoi këtu. E kërkoi qiramarrësi kudo. Madje shkova edhe te kampusi. Duhet të jetë mësim, apo jo? Unë nuk e di se ku është ai. O, mos pyet. E qortova shumë e shumë në mëngjes. Dhe pastaj u pendova shumë. Pse e qortuat? Unë isha shumë i zëndje. Edhe makina mu prish. Mendova që mi mori paratë dhe iku pa e quar makinën në servis. Dhe i dhash një të bërtitur. Prit pak, unë nuk e kuptova. Mos pyet, pastaj shkova te servisi. E pash që e kishte rregulluar dhe e kishte paguar deri në qindarkën e fundit, si një zotëri i vërtet. Pastaj u pendova shumë, ja theva zemrën. Si ashtu? E juaja është kjo makinë? E imja. Mos ma ka marra i makinë që të shetitet e të mburret. Jo, unë thjesht... Ka gjë, le të bëj çfarë të doj. E bekov të zoti atë djalë. E akuzova kot e kot të gjorin.
Edhe on. Unë desha t'i blija një porcion e gjysëm kebab, por s'po e gjej dot askund. Nëse e shikni tregoni, thuaj se pronari është penduar shumë. Sigurisht duja them, por më duhet të iki. E të qoj unë. Faleminderit shumë. Asla, Ozan? Si e birë? mirë kam qenë zonja Edi, erdha për t'ju vizituar. Çfarë ka? Unë nuk di nëse do t'jetë problem nëse e marr Aslën të dalim pak. Të premtoj që do t'a kthej në shtëpi shëndoshja mirë. Ne po shkonim në shtëpinë e re për të pastruar. Aslo do të më ndihmonte mua. Në shpirt, premtoj se nuk do vënohem. Mirë, në rregull atëherë. Pasi të mbaroni punë sill Aslo në shtëpinë e re. Mos sa kesh merak, faleminderit. Nuk do vënohemi. Ku po shkojmë? Surprizë. Fëmijë! Ju lutem, mos u vononi. Në rregull. Më trego pra? Po të thash me surprizësh? S'ka por vëlla. Dëgjoj, thash doja t'rregoj. Sot do i them gjithçka e Lulit. Por shiko, u lodha duke luajtur lojra, më kupton? Nuk dua më gënjeshtra apo mashtrime mes nesh. Në rregull? Elul, Jaz? Elul, dëgjoj. Unë turprohem për këto gjëra, por duhet të them kur u zemrova me mua, s'mund të thosha atë që doja. Prandaj më dëgjoj me kujdes. Do t'rregoj gjithçka. Le të ndodhë çfarë të ndodh. Elul, dëgjoj. Jaz. Kërkoj shumë falje. Më vjen shumë keq sinqerisht. Të lutem më fal. Fola me pronarin tënd. Ai më shpjegoi gjithçka. Edhe ajo është shumë i penduar që u zemrua me ty. Për shkak të incidentit me makinën. Incidentet me makinë? Mendova ne do e shihnim shamikuqen, apo jo? Është pas një ore. Dëshiron të shkojmë. Nëse më ke falur mua. Tani, Elul, nuk e nevoj për falje. Ta lëm këtë temë. Atëherë, po shkojmë në leksion tani, do të marrë më vonë. Në rregull, atëherë jemi dakord. Shihemi. Kalofsh mirë në mësim. Ti merro me punë tjera. Po shkoj në mësim, do t'iki dhe do të kthehem. Në rregull. A nuk do të më tregosh? Ku po shkojmë? Ja, më shiko dola me bluzën e shtëpisë. Je e bukur sido që të jesh. Po a na shkalon pyetjen time duke më bërë komplimente. Po këto janë fakte, jo komplimente. Në rregull, hajde më thuaj, ku jemi duke shkuar? Të thash është surprizë. Duhet vetëm durim. Elul? Çfarë ke? Ha? Pse po e takon akoma atë djalë pas gjithë atyre gënjeshtrave? Pas gjitha këtyre gënjeshtrave? Më vjen keq vëlla Koraj, por e ke keq kuptuar plotësisht. Jazi nuk është as pak i pasur. Pra ç'ishte ajo makina atëherë? Makina i përkiste pronarit. E akuzove gabimisht njeriun. E akuzove gabimisht dhe më turprove edhe mua. Çfarë do të thuash? Vëlla kam punë për të bërë, nëse mund të më falësh.
s'ka mundësi kështu. Nuk na lejuan të hynim sepse ishim 5 minuta me vonesë. Çfarë problemi ka? U vonuam për shkakun tim. Planet tona u prishën. S'ka gjë. Nuk arritëm të shihim filmin, por ishte hera e parë që vonueshëm në një film bashkë. Ashtu është. Duhet të shohim anën pozitive. Por shiko, nuk kam mbaruar ende, apo jo? Si? Kur the që të pëlqen shumë filmi, e bleva librin. Ndoshta e ke lexuar tashmë, por doja të kisha një kujtim nga unë. A është bërë ndonjë libër bazuar në këtë film? Bëj shaka. Shiko sa i hutuar është. E kam lexuar këtë libër vite më parë. Pak, po bëjmë shaka? E po hajde ulemi këtu edhe e lexojmë librin. Bën, gjithsesi plan më të mirë nuk mund të kishte. Koraj? Qarë po bën birim? Mora një ëmbëlsirë për Elylin, duke shpresuar se do të hante. Por ajo tashmë u rikthye me Jazin. E gjitha kjo ishte kot. Si u rikthye? A nuk theti që djali po e gënjente atë? I tregove makinën dhe the që u ndan ato, apo? Makina i përkiste pronarit të shtëpisë. Djali qenë ka komplet i varfur. A i e rëmbeu vajzën dhe iku, kurse ne dolëm si shpifës. Birë që të sohu të njerë. Ta shohim me siguri do të gjejmë një zgjidhje tjetër, djalim. Ne duam këtë vajzën për kompenzimin e babait të saj, mos fol sikur je i dashuruar edhe ti. Mos fal. Kam rënë në dashurinën. Jam dashuruar. Në fillim nuk isha, por duke shkuar e duke ardhur për vizita. Por zemra e saj përket atij hori. Kurse unë këtu po vuaj, mjaft më! Për çfarë po flet biri im ti? Jam i dashuruar, nën. E dëgjove? Jam i dashuruar. Qenë ka një vend shumë i bukur këtu. Faleminderit. Kjo është tavolina ku i mat e ka propozuar nënën time. Dhe kjo është arsyeja pse gjithmonë vinim këtu për çdo përvjetor. Nëna ime dhe babi uleshin përballë njëri tjetrit. Ata e shikonin njëri tjetrin me aq dashuri, saqë mendoja se isha fëmia më i lumtur në botë. Je shumë me fat. Pasi e humba ti mat, mendoja se nuk do t'isha më asnjëri lutur. Nuk mund ta ndjej atë siguri. Nuk mund t'i besoja më askujt kaq shumë. Dhe pastaj u shfaqet ti para me. Asla, ma duhet të them diçka. Pavarësisht gjithë rezistencës time, nuk e kuptova që e doja çmendurisht. I gjithë malli, dhimbja dhe hidhërimi, por shiko, gjithçka që kisha humbur, ishte shkretir në këtë dashuri. Ndjeva kisha të drejtë ja thosha. Mirë po, thjesht nuk mundesha t'ja thosha atë që mendoja. Atëherë, nuk e bëra.
Po? Po të dëgjoj ty? A e mban me ditën kur u takuam rastësisht? Kam qenë duke kaluar një ditë të mëshme. Dhe mendoja çfarë mund të ishte më keq se kaq. Dhe pastaj ti kalove në atë derë. Dhe që atë ditë më bë dita më e bukur e jetës time. Dhe unë deri atëherë jetoja jetë të zbrasur. Pas një qëllim. Dhe me urrëtie edhe pas një drejtim. Dhe ti më mësove gjithçka nga e para, Asla. Si të duash dikë, dhe si të duan. Përjetova ndjenje që nuk isha ndjerë kur më parë. Për shembull, në 1 minutë ziheshim, dhe pastaj me rakosisha për ty, o Zota, arriti ke vajzën në shtëpi shëndoshë mirë. Jo, nuk do shkojmë kur mirë, thash me vete. Dhe pastaj u shkatrove duke menduar se si do t'jetoja pa të parë në fytyrë. E sidomos kur të rëmbyen. Nuk e di se si e humba mendjen. Derisa të kërkoja, i bara një premtim vetes. Unë do të gjej si do që të jetë. Dhe s'kam për të lënë asnjë në jetë. Po atëherë, e mban me ndatoj që të thash kur ishim në grop. E përshkrova vajzën që unë e doja. Një vajzë rebele, kokë fort dhe nevrike. Dhe unë e gjeta të vajzë. Asla. A do të martohesh me mua? Profesor? Dolën analizat për pacientin që erdhi me një plagë thike, por ka diçka të çuditshme. A mund t'i shikoni edhe ju? Ke të drejtë, gjendja e pacientit nuk është as pak e mirë. Është helmim gjaku dhe në nivel vdekje prurës.